Në organizimin e shtëpisë botuese Logos A, ditën e shtunë më 15 nëntor, të udhëhequr nga redaktori Muhamet Jashari, u organizua promovimi i librit me titull Ndryshku i kohës të shkrimtarit Kim Mehmeti në Tiranë. Në këtë ngjarje kulturore, të pranishëm ishin një numër i madh studiuesësh, dashamirë të librit, lexues të autorit nga vise të ndryshme. Promotorët e veprës, akademik Ali Aliu dhe shkrimtari Agim Baçi, çmuan lart veprën e autorit, madje duke theksuar që kjo vepër të mos jetë e fundit, por autori të vazhdoi edhe më tej të shkruajë dhe të na ofrojë libra. Akademik Aliu, ndër tjera, tha që Kim Mehmetin e njoha që herët, ai u shndrua në një zë i cili shkroi dhe na rrefeu për shqiptarët e asaj ane, nga ku vinte. Kam pasur fatin që librat e tij t'ia lexoj edhe atëherë para se t'i botoj në formë të dorëshkrimit. Ndërkaq, për Agim Baçin, Kimi si kolumnist, autor, shkrimtar, polemist, duhet edhe më tej të shkruan sepse ka çfarë të na ofron. Në fund të promovimit, të pranishmeve ju drejtua edhe Kim Mehmeti, i cili për këtë libër tha që është rishkrimi kujtesës së tij. Promovimi u shoqërua me bashkëbisedim të hapur me publikun, ndërsa organizatorët nga shtëpia botuese Logos A theksuan se kjo vepër vjen si pjesë e angazhimit të tyre për të sjellë letërsi cilësore dhe autor me peshë në hapësirën shqiptare. Përveç kësaj, auditori pati mundësi që të parashtron pyetje dhe komente mbi veprën në fjalë, ndërsa eventi kulturor u mbyll me nënshkrimin e librave nga vetë shkrimtari Kim Mehmeti.